Përpos përcaktimit të procedurave të sinjalizimit, edhe nga vetë emri i tij, varehet se qëllim kryesor i ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve është mbrojtja e personave që sinjalizojnë. Sipas ligjit, sinjalizuesi që raporton ose shpalos informata në pajtim me dispozitat e ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve nuk mund të jetë subjekt i përgjegjësisë penale ose civile apo procedurave disiplinore. Janë dy kriteri ligjore që duhet plotësuar me qëllim që sinjalizuesi të gëzojë mbrojtjen e përcaktuar me ligj, e që janë raportimi ose shpalosja e informacionit të jetë bërë në përputhje me dispozitat ligjore dhe sinjalizuesi me arsye të ketë besuar se informacioni i raportuar apo shpalosur është i vërtetë. Në lidhje me kriterin e dytë, duhet theksuar se sinjalizuesi nuk është i detyruar të provojë mirëbesimin dhe vërtetësinë e informacionit të sinjalizuar. Madje, mbrojtja e garantuar për sinjalizuesin sipas këtij ligji nuk duhet të paragjykohet nëse kërcënimi apo cenimi i interesit publik i pretenduar nuk është materializuar. Neni 22 i ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve ka përcaktuar se sinjalizuesi mbrohet nga secili veprim i dëmshëm i marrë ndaj tij nga punëdhënësi për shkak të sinjalizimit në pajtim me dispozitat e këtij ligji, ku përfshihet por nuk kufizohet në shkarkimin nga puna, pezullimin nga puna të një ose më shumë detyrave, transferimin brenda ose jashtë institucionit publik ose subjektit privat pa pëlqimin e tij, ulje në pozitë, zvoglimin e pagesës, humbje në statusit dhe privilegjeve, mos ngritje në pozitë, heqjen e të drejtës për të marrë pjesë në trajnime, vlerësime negative në marrëdhënien e punës, anulimin e një licence ose leje, përfundimin e një kontrate për modra apo shërbime, apo veprime të tjera të dëmshme në lidhje me marrëdhënien e punës. Po ashtu, ligji nënvizon se çdo veprim i dëmshëm ndaj sinjalizuesit është i pavlefshëm. Kështu, ligji ofron mbrojtje të fuqishme për personat që bëjnë një raportim me interes publik, nëse për shkak të këtij sinjalizimi të njëjtit i nështrohen ndonjë veprimi të dëmshëm. Përpos sinjalizuesit, mbrojtje ligjore i ofrohet edhe personit të lidhur me sinjalizuesin. Personi lidhur me sinjalizuesin gëzon të njëjtën mbrojtje sikurse sinjalizuesi, nëse personi i tillë provon se veprimi i dëmshëm është ndërmarrë kundër tij për shkak të lidhjes së tij me sinjalizuesin. Madje, përpos sinjalizuesit dhe personit të lidhur me sinjalizuesin, ligji ofron mbrojtje edhe për personat për të cilët të tjerët gabimisht mendojnë se ai është sinjalizuesi. Pra, nëse personi A ndërmerr një veprim të dëmshëm ndaj personit B, për shkak se gabimisht mendon se personi B ka sinjalizuar në një rast të caktuar, atëherë edhe personi B është i mbrojtur nga të gjitha veprimet e dëmshme dhe ka të gjitha të drejtat e përcaktuara me ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve. Po ashtu, po të njëjtën mbrojtje gëzojnë edhe zyrtarët përgjegjës për pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit. Në anën tjetër, sinjalizuesit gëzojnë edhe mbrojtje penale. Kjo pasi veprimi hakmarrës ndaj sinjalizuesit është kriminalizuar si vepër penale në Kodin Penal të Republikës së Kosovës. Neni 388.2 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës përcakton se kushdo që ndërmerr ndonjë veprim të dëmshëm për cilin do person me qëllim të hakmarrjes për shkak të raportimit ose shpalosjes së informacionit për veprimet dhe mos veprimet që paraqesin kërcënim ose cenim të interesit publik, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vite.